Zhvillimi i vrullshëm i industrisë së ndërtimit në vendin tonë e ka shtuar për herë më shumë kërkesën për lëndë drusore. Ky produkt miqësor me mjedisin gjen zbatim gjerësisht në konstruksione të ndryshme për forcën, qëndrueshmërinë së dhe përshtatshmërinë për një gamë të larmishme aplikimesh si për strukturat e jashtme ashtu edhe për mjediset e brendshme. Tërheqja estetike e drurit me strukturën e tij natyrale ja shton bukurinë dhe elegancën në çdo ambjenti, duke mundësuar një larmi stilesh dhe formash. Lënda drusore ka përparësi në sektorin e ndërtimit edhe për qëndrueshmërinë në kohë, si dhe kostot e përballueshme. Përparimet në teknologji dhe inxhinieri kanë çuar në përdorime inovative të lëndës së drurit në ndërtim. Firma Kaçori Ud me një përvojë mbi 30 vjeçare është një prej emrave më të njohur në fushën e tregtimit të lëndës drusore. Në rrjedhën e viteve ajo është rritur dhe zgjeruar me ritme të shpejta. Administratori i saj Gjon Kaçori, duke folur për rrugtimin në këtë sektor që i ka bërë tyën të njohur e të respektuar në të gjithë vendin, tregon vështirësitë e fillimit kur kishin vetëm një kamion për transportin e produkteve. Ky biznes është i lidhur me origjinën tuaj, me dashurinë që keni për një nga zonat më turistike të Shqipërisë, që është Lura, vendinja juaj, një habitat mjaft i pasur me dru halor. Dhe keni filluar këtë biznes në vitet e parë të demokracisë. Po, që në 92-shin. Besoj ka qenë një eksperiment me gjëra të vogla, si thosh, një sprov. Një sprov e vogël. E kemi filluar fillimisht kam marrë kredi, kam blej kamion, jo vetë shofer. Ajo ka qenë përvoja ime shumë e mirë, jo vetë shofer. Me shofer e blesha lëndën e drurit në marrë shtetërore e shisha në marrë shtetërore. Ka qenë marrja e lërës drurit. Ku ka qenë e vendosur, ku qenë të stacionuar? Unë e blesha lëndën e parë në marrjet e proponim drurit në Lurë, edhe e shitshëm për rrethet ndryshme. Me Vlorën, Sarandën, edhe Kavajnë, edhe Durrësin. Pastaj me kalimin e viteve, lullëzimi i industrisë së ndërtimit ju ka mundësuar që të zgjeroni edhe aktivitetin tuaj patjetër. Të lëndës drusore. Patjetër. Vazhdova javash me Bosnin, me Serbinë, ajo ka lëndën e parë, ka lëndën e drurit, vazhdoj në mënyrë të rregullt, rregullisht në fjalë tamam sipas standardit, vazhdova edhe me Italinë. Nga Italia, mëse nej, duke punuar me italian lidhen direkt në origjinën e mallit, nga Afrika edhe nga Amerika. Punoj edhe me Kinën, shumë, kam shku 3 herë në Kinë. A mund të hedhim një vështrim kompanisë? Po, patjetër. Zoti Kaçori, veprimtaria juaj dhe subjektet të tjera që merren me tregtimin e lëndës së drurit janë edhe një kontribut për të mbrojtur pyjet që janë një pasuri e madhe kombëtare. Patjetër. Ne kryesisht po marrim furnizime nga Ballkani, nga Bosnia, nga Serbia, nga Italia, nga Afrika, po punojmë, nga Amerika. Punoj edhe me Kinën, shumë. Kryesisht kam lëndën e parë që përdoret për linjë e marangosëve. Edhe marangos kërkojnë cilësi të mirë, lëndë parë të mirë. Klienti ka të sigurt materialin që merr unë. E ka gjithmonë mbrëmje standardit. Punoj me italianët. Italianët janë shumë specialistë në lëndën e drurit. Unë po mësoj shumë nga... Sidomos të proponimit? Po. Për sa përket elegancës? Po, unë po mësoj shumë nga italiani. Italiani po punon me to të jep shkollë për lëndën e drurit. Tashti, unë nuk jem vetëm një tregtar blerë shitje drase të lëndës drurit, po jem edhe specialist që e njoh çfarë droni i bëhet për ambientet jashtme, për ambientet brendshme, si ston lagështirës, si reston temperatura të nxehta.
Duke parë kërkesa gjithnjë rritet të tregut shqiptar, ju jeni shtrirë pastaj hapasapet nga Ballkani në Europë, në kontinente të tjera. Tregu shqiptar kërkon cilësi shumë të mirë, ka 10 vjet që kërkon cilësi shumë të mirë. Dhe janë bën edhe rregullime jo lokale gjëra që kërkojnë cilësi shumë të mirë. Me të drejtë thuhet që biznesi nuk njeh kufi dhe bariera, nuk pengohet nga distancat sa do të largta qofshin. Mësohet që ju tashmë vitet e fundit jeni orientuar dhe fokusuar drejt Kinës. Po. Fillimisht unë fillova me Kinën ka 10 vjet. Mu duk shumë e vështirë nga që është shumë larg. Distancë shumë e largat, edhe provova fatin, shkova në Kinë, mora takim me 5-6 firma të Kinës që ishin shumë të mira, parë cilësinë, studioj e njifsha paka shumë cilësinë llojin që e dosha unë, edhe vazhdova, parë shumë fabrika, një pjesë me pëlqyer, një pjesë kishin çmime të mira, cilësi të mirë, si edhe më të mirë e bana ku shkojnë para herë në Guangzhou. Aty pash cilësinë shumë të mirë, kishte çdo lloj cilësie, shëtita fabrikën, u prezentova me shumë firma, prej aty pasane kalova në fabrikë në verim në Lini, shkova pash direkt prodhimin, edhe vazhdova me atë ritëm, jemi kënaqur, po punojmë mirë, janë fabrika serioze. Pasi vizitova shumë fabrika, ram dakord me çmimet, me cilësinë, kinezi mësane më propozoj që të vinë në Shqipëri për të pa edhe fabrikën, magazinën ku kam, edhe i pëlqej Shqipëria, i pëlqej shumë ushqimi shqiptar, me shumë i kënaqur nga tradita shqiptare që kemi ne këtu. Kompania jonë tashti çdo ditë dhe po vazhdon një rritje shumë të shpejtë. Po bëj kontakte me 2-3 kompani kineze që të fusim edhe në produkt tjetër që është i përshtatet larës drhurit, që shkon ke lara drhurit edhe që kërkon tregu. Tregu shqiptar ka kërkesa shumë të larta për cilësi edhe sasi. Këtë mundësi Kina ofron shumë të mirë, duke pas se është distanca shumë e largët, po prapë se prapë ka cilësi shumë të mirë edhe ka çmime shumë të mira. Fakti që shumë kompani shqiptare janë drejtuar drejt tregut kinez për shumë artikuj të ndryshëm, edhe tjerë me shokë firma që bisedoj me to janë shumë të kënaqur nëpërmjet Kinës. Besoj lidhet me seriozitetin? Po, kuptohet. Janë firma serioze, edhe gjithçka nuk kanë pas probleme. Vendodhja strategjike shumë pranë portit të Durrësit i ka krijuar lehtësira logjistike për mbritjen e madrave edhe nga distanca të largta siç është Kina. Ne kemi një privilegj me që unë jam jetoj në Durrës dhe kompania ime ndodhet në Durrës. Kemi shkarkimet i kemi në portin e Durrësit, e kemi më afër edhe zbritjen e kontinjerëve që vinë ke pika jonë. Mundohemi me unet shumë korrekt ato që na bien me kontinjerë që mos i vonojmë kompanitë. Jemi kënaqur deri tashti. Edhe gjithçka funksionon sipas projektit, sipas rregullave që kemi futur në kompaninë tonë. Gjatë intervistës së tij, zoti Kashori vlerëson profesionalizmin e bashkëpunëtorëve kinez, cilësinë e produkteve si dhe çmimet e favorizuese. Kina është një importues më i madh i larës drejtësore, e merr për punën, nga ajo që ka fuqi punëtore, e ka të mjaftueshme fuqi punëtore, edhe del me çmime më të lira në gjithë botën për këtë produkti që prodhon. Këtë mollë masanej e kalon sipas tregut, e kalon gjithë Europën, gjithë botën. Falë seriozitetit dhe pasionit, kompania që drejton është një histori suksesi me klient nga e gjithë gjeografia e Shqipërisë. Ndonse një biznes familjar, Kashori Ud, është një ndihmës edhe për formimin profesional të të rinjve, si dhe punësimin e tyre. Nëse fillimisht firma Kashori ishte orientuar vetëm drejt partnerëve në Ballkan, ajo tashmë ka ndërtuar marrëdhënie të qëndrueshme dhe serioze në të gjitha kontinentet.
Besoj klientët tuaj tashmë janë të vështirë në gjithë territorin shqiptar? Po, patjetër. Punoj me tonë në Shqipërinë, duke filluar me tonë rrethet. Kam klienta shumë serioz. Kuptohet që Industria e proponimit? Po, e proponimit. Lëndën e parë ka shumë subjekte që ma që vetëm transportin, kuptohet, kam mjetet e mia. Një komoditet, një lehtësi. Po, një lehtësi për klientat. Punoj qenë nga Shkodra me Korçën, Sarandën, Vlorën, me tonë Shqipërinë, me klientat që janë tamam të rregull si mes rregullave. Dhe kjo besoj është një kontribut për formimin profesional dhe punësimin në shumë zona të Shqipërisë. Edhe klienti është i kënaqur me mua, po kuptohet që edhe unë jam i kënaqur me klientin. Klienti do në rast parë do cilësinë, Seriozitetin, do shpejtësinë, po do edhe çmimin. Çmimet konkurruese. Po, konkurruese. Që të punësh në tregun e lërës drurit, do të jesh shumë i përgatitur nga ana profesionale, për arsye se do të cilësia, do të çmimi, kupton, do ta njohësh llojin e materialit, çfarë lloj materiali do blesh për ta shit, do t'i mbush mend klientit që ky lloj materiali është shumë i mirë bën për jashta ose s'bën për jashta. Dhe kjo është ajo kryesorja. Megjithatë, unë jam i kënaqur me klientat shqiptarë, janë klienta shumë të mirë, firma shumë të mira, firma që po punojnë edhe për tregjet evropiane, ka firma shqiptare që po punojnë nga Shqipëria, bën përpunime që montojnë në Itali, që montojnë në Amerikë, bën montime edhe në Angli. E deri në Kremlin, ka subjekte shqiptare. Po, kuptohet, edhe në Gjermani. Kështu që edhe ato po ecin shumë mirë, gjatë sa kohë po ecim edhe ne, duke punuar ato po ecim edhe ne. Si një burim i rinovueshëm i bollshëm, neutral ndaj karbonit, materialet prej duri kanë qenë dhe mbeten mjaft të kërkuara si burim i energjisë rinovueshme. Kaçori U dhe subjekte të tjera të këtij sektori, duke importuar lëndë ndrysore për industrinë e ndërtimit dhe mobilimit, përbëjnë edhe një kontribut të çmuar për ruajtjen e pyjeve në Shqipëri. Nuk pritet pylli jon, sekuestrohen apo mblidhet kaq CO2 nga ky pyll i paprerë, do thitet kaq tonelata ujë në rrashje shiras që e mban ky pyll që nuk do pridhesh, do prodhohet kaq oksigjen nga ky pyll që ndryshe do pridhesh, si të tjerët, nga ky pyll do prodhohet kaq lëndë biomasë që ai po ta prisë nuk do prodhohesh kjo lëndë humusi që është lënda që ruan erozionin, që ruan pyllin, që është ushqim për pyll tjetër që ai nuk e pret. Është streja dhe shpiza e shumë faunës e kafshëve që bashkëtojnë në të pyll të paprerë. Pra, po të llogaritësh toti, që quhet cost benefit analysis, analiza e kostove mjedisore, përfituese, janë shumë më të mëdha që ka formulë, ne kemi këtë formulë, po ta bëjmë formulë për gjithë to që thash, është një shumëfishim i vlerës se ai kusen paprerë lëndësore në vendin tonë. Kjo është i gjitha. Pra është një model dhe një shembull që duhet përshëndetur, bile duhet ndihmuar, duhet kontribuar. Shteti duhet mendoj për raste të tilla për të përshëndetur dhe për të ndihmuar sa do pak.